Që ti kallëzë edhe trepera atje që kanë lënë gjuhën botën e gaming. I pari është Mac Miller, është përfshirë në NBA 2K13 si pjesë e soundtrackut edhe si personazh lojtarë të famshëm që u ftun në NBA 2K. Ai vetë u koni flak mas NBA edhe madje ka marrë në evente zyrtare të 2K-it. E dyta është Nicki Minaj. Po, Nicki Minaj është në Modern Warfare 2, ajo është fat si operatore DLC me zo, pamje edhe animacionet personalizume. U kon një pi karakterave ma badass që ka pas Call of Duty najher. Vene tret është tresha fantastike. Dr. Dre, Eminem edhe 50 Cent. Kjo treshe legjendare u bashkun lojën e 50 Cent Bulletproof në 2005, një lojë gangsta style ku 50 është protagonisti, e Dre edhe Eminem japin zo personazheve mbështetës. Një kombinim perfekt mes rapit edhe aksionit në video games. E i katërti, i shumë njohuri në video games është Snoop Dogg. EA Sports, y'all motherfucking server is down. Get that shit back up, we're trying to play. Nga këto San Andreas e deri te NHL 2020. Në këto të fundit në NHL, ai është fat si komentator special gjatë lojës me ajgorët e tij klasike që e bojnë shumë afan ndeshjen. I pesti është J. Cole. Në NBA 2K23, J. Cole është pjesë e My Career Mode, ku lojtari bashkëpunon me J. Cole-in për me ndërtu rrugtimin drejt famës. Përveç kësaj, ai është në kopertinë e versionit Dreamer Edition NBA 2K23. I gjashti është Tyler the Creator. U përfshi si karakter në Tony Hawk Pro Skater Pass, ku ki mujt me lut me stilin e tij të veçantë në skate. Ai u kon gjithmonë fan si madh i serisë Tony Hawk prej fëminis. E vern e 7 është Schoolboy Q. Në PGA Tour 2021, po, Schoolboy Q në golf. Ai është karakter zyrtar në lojë edhe ka bërë reklama për me promovu, duke tregu që s'ka ciku e në studio apo në fush, vibe i tij kur nuk ka më ndryshu. Vend e 8 është më ikoniku, Travis Scott. Momenti i tij i jashtëzakonshëm është koncerti i tij në Fortnite me mbi 12 milion shikues live. Edhe është krejt e dim një ndër eventet më të mëdha në historinë e gamingut. Në vend e 9 e kena shqiptarin Action Bronson. Vitin 2020 ai u bë pjesë e UFC 4, ku lojtarët kanë mujt me përdorë si karakter edhe mu përball me lojtarë tjerë në ring. Po ashtu Action Bronson u kon pjesë e disa treka legjendar, video games si NBA 2K17, Madden NFL 15, po ashtu edhe në bashkëpunim me Rockstar Gaming që e bën këto anë. E vend e 10 e kena Juice WRLD. Në eventin live Fortnite me 30 nëntor 2024 janë shfosh 3 kongë. Empty Out Your Pocket, Come and Go edhe Lucid Dreams si shaj respekti. Po ashtu edhe Juice WRLD me Fortnite e kanë pas një collab Icon Series outfit që ka pas skin e vet Juice WRLD në lojën e Fortnite. Prej hip-hopit e gamming, reperat po e marrin çdo botë virtuale që ekziston. E ti kallëzëm cilin reper kështë pas qef me po, apo në cilin loj kështë pas qef me po. Mos harro me komentu, edhe mos harro me bo follow Urban FM këtë platformat, po ashtu edhe subscribe në YouTube.